Përshëndetje përsëri. Në këtë video ne do të eksplorojmë aktivitetet që mund të provoni për të menaxhuar perfeksionizmin dhe për të reduktuar stresin që sjell. Nëse shpesh ndjeni të mbingarkuar nga presioni për të qenë të përsosur ose keni frikë nga kritika, këto hapa praktik mund t'ju ndihmojnë të menaxhoni mendimet tuaja, të përballeni me ankthjen dhe të bëni më produktiv në një mënyrë më të shëndetshme. Vendosni pritshmëri realiste. Hapi i parë në menaxhimin e perfeksionizmit është të mësoni të vendosni qëllime më të arritshme. Në vend që të mendoni se duhet të bëni gjithçka saktësisht, përqendroni në përparimin mbi përsosmërinë. Për shembull, nëse jeni duke punuar në një projekt, synoni ta përfundoni atë në maksimum, pa u shqetësuar se është ai i përsosur. Pranoni se është në rregull të bëni gabime dhe të mësoni prej tyre. Ky ndryshim në mënyrën se si mendoni do të ndihmojë në uljen e stresit dhe ankthit, duke i bërë detyrat të ndjenë më të menaxhueshme. Praktikoni vetëdhëmshurinë. Kur je një perfeksionist, është e lehtë të jesh i vështirë me veten kur gjërat nuk shkojnë sipas planit. Një aktivitet i dobishëm është praktikimi i dëmshurisë për veten. Herën tjetër që bëni një gabim, në vend që të kritikoni veten, përpiquni ta trajtoni veten ashtu siç do ta trajtonit një mik. Për shembull, nëse humbisni një afat ose bëni një gabim, në vend që të thoni unë jam një dështim, thoni bëra më të mirën dhe herën tjetër do të përmirësohem. Kjo mund të lehtësoj presionin dhe të zvoglojë ndjenjat e ankthit. Riformuloni mendimet negative. Perfeksionistët shpesh kanë një kritik të brendshëm që i bën ata të kenë frikë nga dështimi ose kritika. Kur ndjeni se ankthi po rritet, provoni të riformuloni mendimet tuaja. Për shembull, në vend që të mendoni, nëse bëj një gabim do t'i zhgënjej të gjithë, përpiquni t'i thoni vetes, gabimet janë normale dhe ato më ndihmojnë të mësoj dhe të rritem. Riformulimi i mendimeve negative si kjo mund të ndihmojë në lehtësimin e ankthit dhe reduktimin e stresit, duke ju lejuar t'i qasini detyrave me më shumë besim. Ndani detyrat në hapa më të vegjël. Detyrat e mëdha mund të ndjehen ndërmuese kur synoni përsosmërinë. Në vend që të përqendroheni në rezultatin përfundimtar, ndani detyrat në hapa më të vegjël dhe më të menaxhueshëm. Për shembull, nëse jeni duke shkruar një raport, ndajini atë në seksione: kërkimi, skica, drafti i parë dhe redaktimi. Përqendrimi në një detyrë të vogël në një kohë e bën procesin më pak stresues dhe ju jep një ndjenjë të arritjes, ndërsa përfundoni secilën pjesë. Kufizoni kohën e shpenzuar në perfeksionizëm. Vendosni një kufi kohor për sa kohë do të shpenzoni për një detyrë për të ndihmuar në luftimin e perfeksionizmit. Për shembull, mund të vendosni të punoni në një email jo më shumë se 30 minuta, në vend që ta rishikoni dhe rilexoni pafundësisht. Pasi të ketë mbaruar kjo kohë, kaloni në diçka tjetër. Kjo mund t'ju ndihmojë të shmangni mendimet e tepërta dhe të reduktoni stresin, duke u siguruar gjithashtu që të mos jeni të mbërthyer në një cikël të pafund të perfeksionizmit. Kërkoni reagime konstruktive, jo vërtetim. Në vend që të keni frikë nga kritika, përpiquni të përqafoni reagimet konstruktive si një mundësi për rritje. Nëse jeni duke punuar në një projekt dhe ndjeni nervoz për reagimet, kujtojeni vetes se nuk ka të bëjë me ju si person, por për të përmirësuar punën tuaj. Për shembull, pyesni një koleg: "A mund të më japni komente se si mund të përmirësoj këtë raport?" Ky ndryshim në këndvështrim mund të zvoglojë frikën nga kritika dhe t'ju ndihmojë të shihni reagimet si një mjet ndihmues dhe jo kërcënim. Praktikoni teknikat e relaksimit. Menaxhimi i ankthit dhe stresit është vendimtar kur kemi të bëjmë me perfeksionizmin. Përfshirja e teknikave të relaksimit të tilla si frymarrja e thellë ose meditimi në rutinën tuaj mund të ndihmojë. Për shembull, merrni disa minuta çdo ditë për të ulur në heshtje dhe për të marrë frymë thellë. Për shembull, mund të uleni në tavolinën tuaj ose edhe në divan, të mbyllni sytë dhe të përqendroheni vetëm në frymarrjen tuaj. Merrni frymë duke numëruar deri në 4, mbajini frymën duke numëruar deri në 4 dhe më pas nxjeni frymarrjen duke numëruar përsëri deri në 4. Këto aktivitete ndihmojnë në uljen e niveleve të stresit dhe rikthejnë mendjen në një gjendje më të qetë, duke reduktuar presionin që mund të ndjeni nga perfeksionizmi. Duke adoptuar këto aktivitete, mund të filloni të sfidoni pritshmëritë jo reale të perfeksionizmit, të reduktoni stresin dhe të përmirësoni mirëqenien tuaj mendore. Mbani mend, nuk ka të bëjë me të qenit perfekt, ka të bëjë me përparimin dhe ekuilibrin. Faleminderit që ndoqët këtë video dhe vazhdoni të qëndroni në faqen Shëndeti Mendor.